Mos respektoj një artist derisa është gjallë dhe mbasi të vdes gjithë ta nxjerrim në përstori dhe ta bëjmë hero. A në momentin kur ka dash për krahjen më të madhe, s'keni qenë askon për atë person. Kështu që nuk keni nevojë të keni kaq mbledh sepse djali ka ndru jetë dhe unë e kam pas mik shumë të afërt dhe dhimbjen time nuk kam pse ta ndaj me juve ose të kamufloj sikur unë po vuj shumë për t'u duk. Unë sa e du atë person dhe sa e respektoj, e di vetëm unë dhe s'ka nevojë të justifikohem. Dhe kështu që mjaftni me këtë mbledh se nuk është në rregull dhe nuk është e hishme. Unë nuk e di se çfarë njerëz jeni edhe përfitonin këto lloj situata ose juve ju dhimbet më shumë se mu shpati nëse unë nxjerrin një story që kam qenë dikun ku kam qenë mysafir apo kam qenë e ftuar me dikun, unë nuk kam festu edhe nuk jam Big Brother duke kërcy edhe dhimbjen kur do që shkojmë, çfarë do që bëjmë, dhimbjen e marrim me vete.